Çdo ditë kene nëpër rrjetet sociale ku më thonë se pse speditërona djalin tonë me na njoft, me njoft Kosovën. Unë tash po reagoj, po s'po më vonë për shkak më ka dalë dorë. Pra, është një shpifje, me thonë drejtën, e hidhur mjaft. E hidhur sepse shpifjet janë të tilla. Po të kishte diçka konkrete, unë jam njëri i tillë që e pranoj, sikur që e pranoj fëmijën tim, e fjala. E tash dikush thotë, po keni shumë ngjashmëri. Unë them, po dhe po ngjashmëri, po çka të bëjmë nëse fëmijët e mi nuk ngjasin mua atë, ku janë ata? Ose, a dini ju se në botë 7 njerëz janë klon mes veti. Jo po flesi kur ti ai, po ndoshta po flesi kur unë. Kjo ka ndodhur në tetor para 8 vitesh. Më herët ka shkruar një portal serb, vetëm me një fjali, 2 fjali, se ka dalë informata për RTS-it, sepse se gjoja Vučići, kur Vučići filloi vesh mu afirmu si zamës kryeminist, çka ishte atëherë, se është djali fare jot. Pas asaj ndodhi diçka tjetër. Në tetor, kryeministri Rama duhet ta vizitonte Beogradin. Berat Bozhala në Ekspres shkruan një koment dhe ku i mban ligjërat e Ramës dhe këshilla se çka duhet flas në Beograd. Unë reagova në Facebook se askush nga Kosova nuk ka drejt ti rekomandoj, ta këshilloj, ti thot një kryeministri një shteti tjetër se çka duhet flas atje. Ai ka këshilltarët e vet, ai ka votuesin e vet dhe ju përgjigjet atyre. Dhe ai koment të njëjtën ditë është heq prej gazetës. Po unë e kam komentin. Është heq. Dhe çka bën? Këta hulumtojnë se çato ditë në portali Zagrebit, që është shumë diskutabil, ka pas një intervistë me 2 radikal serb. Radikal, që kanë qenë në konflikt me Vučićin. Dhe njëri prej tyre që më avon ka vdek, një par Petkovići, thotë se e vërteta për Vučićin është se agja i tij është ustash. Domethënë, nuk është çetnik, po ustash kroat, kurse baba i tij është Fahri Musliu, gazetar i Beogradit. Gazetar shqiptar në Beograd. Dhe këta e kanë marrë atë, e kanë marrë tekst, e kanë marrë që ka mos e di, që kanë bënë shkelje të drastike se ti mund të marrë tekstin, po ti e din s'ke punuar në media, duhet ti referohesh ose ta marrësh me rezervë, po ta verifikosh me një burim tjetër. Ekspresi ka mujt me më firmu. Me thonë Fahri, e kem qëtë informat, sa është e vërtet. Po e kanë shuar. Mund dikush më lajmëroj. To shiqo, dur në Facebook, që kjo. Unë lexoj në moment shok, me thonë drejtë. Shok. Të njëjtën kohë, të gjitha portalet kosovare e botojnë atë shkrimin. Unë reagova, bilet për shok, kishëm bo një gabim, 2 herë shruaj edhe kë, se thojnë atje se punëtori i RTS-it, që kur s'kom qenë, punëtori i Tanjugut, që kur s'kom qenë, nuk e bëjnë krahasime se kur ka lind Vučići e kur kom shkuar në Beograd studime, pra, jo nëse gjëra që e kanë bënë sigur lopa kur e shon Baglën, dhe ajo merr erë, si përrej. Llogaritë kom shkuar në 72-shën, në tetor kom shkuar në Beograd, Vučići ishte lindur në 70-shin, çka? S'kom që kërkun, kom që mësues ushtar, dhe më thonë, kjo është e vërteta. Është e vërteta tjetër, se nënën e Vučićit e njoft që nga viti 85 si gazetare e TV Novi Sadit, korespondente nga Beogradi, me të cilën jam takuar në Kuvendin e Jugosllavisë, në Kuvendin e Serbisë, si me shumë, me dhjetra gazetarë dhe gazetare tjera nga ish Jugosllavia.